Plot 501 ankimime kundër vendimeve gjyqësore u regjistruan në gjykatën kushtetuese për gjatë vitit 2025, zbuloi raporti vjetor i punës së institucionit në maj të sistemit të drejtësisë në Shqipëri, që ndërkohë 104 çështje të tjera i kishte mbartur pa vendim nga viti paraardhës. Ishte viti kur mendimin e kushtetueses e kërkuan vetë kryeministri Edi Rama për çështje kompetencash me gjykatën e posaçme, ish kryeministri Sali Berisha, për masat e sigurisë caktuar ndaj tij, sikurse disa funksionarë e ish drejtues të lartë institucionesh që kanë procese në zhvillim. Analizimi të dhënave tregon një rritje me 17% të padive të adresuara në gjykatën e vetme që ka të drejtën të shqyrtojë kushtetueshmërinë e vendimeve të gjyqësorit. Në prezantimin e raportit, kryetaria e gjykatës kushtetuese Fiona Papajorgji theksoi se çdo çështje në mesataren e saj ka kërkuar 8 muaj kohë për shqyrtim, që e bëjnë kushtetuesen të jetë brenda pritshmërive që një çështje të mos kalojë 1 vit për shqyrtimin e saj. Referuar këtij raporti, shumica dërmuese e ankimimeve vjen nga individët në masën 97% të kërkesave, ku 75% të çështjeve totale kanë të bëjnë me kundërshtimin e vendimeve të gjykatave të zakonshme. Po në raport theksohet se në 2025 janë marrë 85 vendime përfundimtare, nga të cilat 53 vendime njëzori, 28 vendime me shumicë votash dhe 4 vendime pa quorum, pra 4-4. Në tryezën me konstitucionaliste përfaqësues të medias, vëmendje ju kushtua dhe interesit të gazetarëve për vendimet e gjykatës kushtetuese, që nuk janë zbatuar nga pushtetet e tjera, siç është politika. Sipas të pranishmëve, përfshi antarët e kushtetueses, gjykata nuk ka mekanizma për kontrollin e zbatueshmërisë së vendimeve, ndonse vendimet janë automatikisht të zbatueshme. Për shkak të mungesës së këtyre mekanizmave, konstatimi i mos zbatimit është bërë në disa raste, kur çështja është sjellë sërish në gjykatë për shkak të mos zbatimit të vendimit. Ekspertët dhanë sugjerimin se duhet që stafi dhe gjykata kushtetuese të jenë më aktive në monitorimin e vendimeve sa i përket zbatimit të tyre. Një tjetër shqetësim u ngrit dhe lidhur me sulmet personale denigruese ndaj gjyqtarëve. Kjo sipas tyre cënon besueshmërinë tek ky institucion, teksa sugjeruan që çdo koment apo analizë duhet të bëhet duke u bazuar mbi vendimin dhe për vendimin e arsyetuar prej secilit gjyqtar.